dy sejdet e harresës. Normal thuhet sejdja e harresës, one me kast pi tham dy sejdet e harresës për me tregu me fillim që ato janë dy sejde. Kurse si një sejde, dy sejde të cilat bahen kur njeri harron diçka në saleh. Tash do të mundohemi me tregu se kur bahen, si bahen, edhe cila formë është më e mirë me i ba. E para çka duhet me ditë o musliman është se njeri harron në këto tri forma. E para, pakson diçka në saleh, e ban një veprim ma pak se sa që është dashur me ba në saleh. Kjo është e para. E dyta, fal diçka ma shumë, shton diçka në saleh. Për shembull, në vend me fal drekën 4 recate, ai i fal 5 recate. Kjo është gjendja e dytë. E para pakson, e dyta shton. E treta dyshon. A i ka fal, as i ka fal. Do me thënë, sa her harron saleh, ose ke fal një më pak, ose ke fal një më shumë, ose jenë dyshim nuk e din a ke fal më shumë, apo më pak. Tash do të mundohemi me tregu se kur bëhen këto dy sejde të harresës, kur njeri harron edhe fal diçka më pak, ose kur njeri harron edhe fal diçka më shumë se sa që është dashur me fal saleh, e ban një veprim më shumë, e fal një recat më shumë, edhe do të mundohemi me tregu se si me vepru kur njeri nuk është i sigurt. A kështu, a ka fal më pak, a ka fal tamam. Po fillojmë me të parën. Kur ti je tu fal, edhe e ke harru një veprim saleh. Për shembull, je kanë të e fal drekën. Tash po mundohemi me tregu me shembull. Je kanë të e fal drekën. Para mendo i ke fal 2 recate. Tash jeti në recatin e dytë në sejde. Tash jeti në recatin e dytë, recati i pari u kry, recati i dytë je në sejden e dytë. Sejden e pare ke kry, je në sejden e dytë. Shif, kështu? Tash, kur të thësh Allahu Akbar, normal duhet më ullë këto. Mirë po ti ke harru, edhe e qunë kam, se ke harru më ullë në ulljen e mesme. Edhe tu qunë kam, hala nuk e drejtu, të kujtohet që ke harru, atër ullesh. Edhe vazhdojnë të hijatin. Mirë po, nuk të kujtohet heq, je qu, je drejtu, e ke drejtu shpinën, je hi në recatin e tretë. Atëherë, edhe nëse të kujtohet që e ke harru ullin e mesme, nuk kthehesh ma, por shkak se tash ke filluve që recatin e tretë. Atëherë, çka me ba? E vazhdon recatin e tretë krejt normal. E kryen rukun, i kryen 2 sejdet, qohesh në recatin e katërt, e përfundon edhe recatin e katërt krejt normal. Pa ndryshu kur gja. Kështu ka vepru Muhamedi a.s. Kur e ka kryer recatin e katërt, Muhamedi a.s. pasi që e ka harru këtë ulljen e mesme, kjo i ka ndodhë Rasulit a.s. E gjithsesi që në ndodhë neve, e ka harru këtë ulljen e mesme që shkallzum, atëre Rasulullah a.s. që shu ka në saleh, e ka thanë, e të hijatin, salavatet, edhe doat, kajt normal, kajt që thu, i ka thanë. Tash, njerëzit, masi u kryet e hijati, salavatet, doaja, njerëzit kanë prit që po thotë selamën. Mirë po Muhamedi a.s. nuk ka dhënë selam, po i ka ba edhe 2 sejde. E këto 2 sejde janë qëto sejdet e harresës që po folëm. Qysh i ka ba? Qysh u kanë këtu? Ka thënë Allahu Akbar. Edhe është shku në sejde. Krejt normal. Si ku në gjdo sejde të saleh që vepran. Thu Subhan Rabbi al-A'la. Subhan Rabbi al-A'la. Subhan Rabbi al-A'la. 3 herë. Të shu është krejt normal. Allahu Akbar. Krejt si në sejde saleh e para. Tash, në mes sejdeve thu ato që ka thu gjithë, prap Allahu Akbar. Sejde e dytë. Këtu apet, si gjithmonë, në sejde që thu, tash Allahu Akbar. U kryen 2 sejde. Pasi që i ka kry 2 sejde, ka dhënë selam. Do me thanë, shkort, në qofë se ke harru ulljen e mesme, atër i ban 2 sejde para se me dhënë selam. E qartë? Edhe masi që i ke ba 2 sejde, jep selam pa thanë kur gjama, nuk ki nevoj, për shkak se të hajatin e kryte, salavatet e kryte. Tash i ba në 2 sejde,
jep selam pa thonë kur gjanë mes dy sejshdeve edhe selamit. Jep selam, gjatë edhe të majtë edhe u kry. Kjo është e para. Tash pyetje, a do gjithçysh të dy sejsde që i banën para selamit, me i ba para selamit? Mirë është me i ba para selamit, për shkak se i ka ba Muhamedi alayhi salam. Po nëse i ban mas selamit, në rregull është. Jep selam edhe i ban çysh do të përmendim tash formën tjetër. Edhe kur duhet me i ba dy sejde para selamit. Kjo para e kuptove. Kur e harron një diçka që nuk është shtylla sale, për shembull ulja e mesme, nuk është shtylla sale. A kur e harron një shtyllë, do të me pas kujdes mas pare, do të me pru, me kry hapet shtyllën, për shembull ke harruar një rekat. Atëherë e fal edhe një rekat e ban sejdën, çush do të kallzojmë tash. Rasti tjetër kur ti e ban sejdën para se me dhënë selam është kur ti je të fal. Edhe çysh je të fal nuk e din ma a je në rekatin e tretë apo të katërtën, tretin apo të katërtën. Atëherë çka lejohet me bë? Ka thonë Muhamedi alayhi salam, shejtani të ban vezvese dhe t'i kujton gjana që s'ki qef me kujtu hiç në sale, po ti ka kujtu. Edhe të ban dyshim se anë nuk e din a i ke fal 3, a i ke fal 4. Qa ka thonë Muhamedi alayhi salam me bë? Ka thonë me lyp ato që ka është me e sigurt. Munohet me gjithë, munohet me kujtu. Së ne kujtan. Kur të munohet me kujtu, jetë me mes dy gjendjeve. Ose e ka kujtu, ose hapet nuk është i sigurt. Tash po folëm, në qofë se është të falë në rekatin e tretë. Edhe kë nuk e din ma është në tretën e në katërtën. Edhe u munu me kujtu, nuk ka mujt. Atëre që ka ban, ndërton mbi ato që ka është e sigurt. E sigurt është që i ka falë 3. Kë nuk është e sigurt e i ka falë 3 a 4, ama 3 kë pedin që i ka falë, po kë po dëshon që i ka falë edhe 4 veç ka harrua. Atëre që ka ban, e merë të sigurtën, e sigurta është 3. Edhe e falë edhe një rekat. Krejt normal. Kur të krynë edhe këtë rekat, i ban këto dy sejde. Sikur që shkallzun pare. E thët e të hijatin, salavatet, duat, Allahu Akbar, janë në sejde. E krynë, apet Allahu Akbar, tjetër në sejde. Tani jep selam edhe kry. E qartë kjo? Po besoj që ke e qartë. Tash e kuptove pravërsisht që këto dy sejde po duf ka me i bo para selamit kur njeri pakson diçka në sale. E ki parasysh, sale është i plot. Ke paksu diçka në sale, atëri i ban sejdet para se me dhanë selam. Për shkak se sale o met i mangët. Po nëse ke shtu diçka në sale, atëri i ban këto dy sejde, sejdet e harresës, pas selamit. Për shkak se në qofë se edhe këto dy sejde i shtonë sale, atëri bëhet që ke shtu shumë sale. Edhe pse po thamë edhe njëherë, është fjala është ma mirë, e ma akceptuan kur do që t'i bajsh, ma e men që ta, nëse këtë këtu e haran, këto ma e men, ke gabun sale, bani dy sejde para selamit, ose mas selamit, pranohet me leja në Allahu të azogjel, adhurimit, mirë po fjala është, cila është ma e preferume. Tash po koncentrohme me këshyr, e kur do të me i ba këto dy sejde, masë që të kena dhanë selam. Për shembull, i ke fal 5 rekate. Edhe kjo i ka ndodhur Muhamedit alayhi salam. I ke fal 5 rekate. Kur i ke kry 5 rekate, tu ka kujtu ty, ose je ka një imam edhe të ka thonë dikush, ta ka kujtu dikush. Kryesora, tash tu ka kujtu që ti ke fal 5 rekate. Atëre çka ban? Qysh je në ulin e fundit, i ke fal 5 rekate, atëre jep selam në anën e djathtë, pastaj i ban edhe dy sejde, Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la, 3 herë. Allahu Akbar. E para, kujdes, gjithmonë janë 2. Allahu Akbar. Apet njëjtën. Tash, Allahu Akbar. Edhe jep selam në djathtë edhe në majtë, si gjithmonë sale. E qartë? Do me thënë, kur i ke fal 5 rekate, e thu e të hijatin, salavatet, duat, jep selam vetëm në anën e djathtë, i ban 2 sejde, e kur i kryen këto 2 sejde, jep selam në djathtë edhe në majtë. Kjo është e para. Kur ti je sigur që i ke fal 5 rekate. Rasti tjetër, kur ti ki dyshim, je në rekatin e tretë, nuk e dina i ke fal 3 a 4, por e tham, ndërton mbi ato që ka është e sigurt. Tash,
ti je në recatën e tretë, ama ma shumë po ta mërmend që i ke fal katra. Domthon po ta mund mendimi jot që katra i ke fal. Atëherë çka ban? I fal 4 recate normal, e thuat e hayatin, salavatet, duat, edhe jep selam në anën e djathtë, edhe thu Allahu Akbar, një anë sejdë, tash tjetra sejdë, gjithmonë 2 sejdë, edhe kur quhesh për kësajna, thu tash selam djathtë, edhe në majt, pa thënë diçka në mes tyne. Po tham gjithmonë pa thënë diçka në mes 2 sejdëve, edhe selamet, për shkak se hadithi i cili ka ardhur që duhet me thënë edhe një herë e hayatin, këto, ky hadith nuk është sahih, është i dobët, nuk punohet me ta. Domethënë, nuk ka nevojë me thënë kur gja në mes 2 sejdëve edhe selamit, vetëm jep selam. Pyetje, masi ke bë 2 sejdë, a duhet me dhënë selam? A ka argument për këtë? Po, për këtë ka argument. Domethënë, nuk ka argument me thënë diçka tjetër, po masi ke bë 2 sejdë, ka argument me dhënë selam prap, edhe pse ke dhënë selam pak përpara. Tash përfon edhe një herë bashk. Je tu fal, edhe ke harru. Kur ke harru, je në mes këtyne 3 gjendjeve. Ose ke fal ma pak, ose ke fal ma shumë, ose nuk je i sigurt. Ke fal ma pak, për shembull e ke harru uljen e mesme. Nuk e ul mes. Je çun kam, e vazhdon sale, krejt në fund e thua e hayatin, salavatet, duan, edhe i ban 2 sejdë. Allahu Akbar, 2 sejdë, pastaj jep selam. Kur me po tjetër apet para selamit, kur nuk je i sigurt e ke fal 4 apo 3, mirë po ndërton mbi ato që është ma pak. Për shembull, i sigurt je që 3 ke fal, ma për 4 s'pedin. Ndërton ato që është ma pak, e fal edhe një recat, edhe ulesh në uljen e fundit, e thuat hayatin, salavatet, duan, i ban 2 sejdë, pastaj jep selam. Po tham jam të përsërit. Tash rasti i dytë, i ke fal 5 recate. Atëherë, çka ban? I ke kry këtu komplet të 5 recate, masi që i ke kry tu ka kujtu. Nëse të kujtuat të jenë kam në 5 recat, jetu e lezu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, të kujtuat ty, ta kujten dikush për gjematit, je imam, atëherë ulesh me njëherë, nuk ki nevojë me vazhdu recatën e 5, ulesh me njëherë. Edhe thuat e hayatin, salavatet, duat, edhe jep selam në anën e djathtë. I ban 2 sejdë, si gjithmonë 2 sejdë, pastaj jep selam djathtë edhe në majt. Edhe rasti i fundit, ke dyshu, a i ke fal 3 a 4, pare ndërtu mbi ato që ke sigurt. Tash, ti jetu dyshu 3 a 4 mirë, po menja po ta merë shumë që i ke fal 4. Edhe ndërton ato që po ta merë menja shumë që ka gjë i sigurt që i ke fal 4. Domthon ta mund mendimi që i ke fal 4, e thuat hayatin, salavatet, duat, jep selam në anën e djathtë, i ban 2 sejdë, tani jep selam në anën e djathtë edhe në anën e majt. Po besoj që ke e qartë, e di që është pak e komplikume, mirë po, por që ata që u kanë çështu e komplikume nuk e ke këshir korr. Kështu që i ba sabër, edhe mësuat e ke fundit ngua edhe një herë, për shkak se e para që për të cilën kena mu pyet ditën e gjykimit është as-salah, namazi. Domthon, ki kujdes, mësohet për shkak se të vijnë po çdo ditë. Elusum Allahun azza wa jalla na lesu. Por fund po tham, nëse këtë 2 sejdë na tham para selamit, mas selamit, për shkak se kështu ka ardhur në hadithe. Nëse këtë 2 sejdë i ban gjithmonë para selamit, je në rregull. Nëse këtë 2 sejdë i ban gjithmonë mas selamit, djathtë që e përmenëm, je në rregull. Na folëm cila është më e mirë. Dikush ka mundësi me thonë, unë shpesh nuk jam i sigurt. Kështu që gjithë pi baj këto 2 sejdë, jo, kjo është për shejtanit. Nëse ty të shtohet vezvesi, atëherë kena folë që është mirë me ndërtu mbi ato që ka është gjithë e plot. Për shembull, dikush është vezveseli, gjithë nuk e din ai ka fal 3 a 4. Atëherë thotoj, a din çysh unë pi baj gjithë këto 2 sejdë e kam kryet rahat, jo. Ajo është për shejtanit. Atëherë në atë kuptimin luftojnë kundër shejtanit, të ndërtu, nuk e sigurt e ke fal 3 a 4, e lën për 4. Allah na fal, i llogarit që i ke fal 4, edhe nuk i ngan vezveset e shejtanit, se shejtani gjithmonë mundohet me ta vështirësu. Nuk e din ai ke fal 3 a 4, thotë ai fali 3 që me të bë 4 e ty me të ranu edhe ti me lan krejt. Kjo është qëllimi i shejtanit. Kështu që mos e nga shejtanit, nëse je vezveseli, mos thuaj të shkon në pibaj gjithë këto 2 sejdë. Jo kështu. Kështu s'ka thon kurkush. Elusum Allahun azza wa jall me na lecu, elusum Allahun azza wa jall me na fal. Elusum Allahun azza wa jall me na bë për aty që sadopak kena mujt me animu muslimanëve. Allah na fal, na bëfë muslimanë të mirë. Selam aleikum.